Besimtarët ortodoks të qytetit të Fierit u bën pjesë e riteve të shenjta me rastin e festës së Krishtlindjes, një ditë e rëndësishme në kalendarin ortodoks. Ceremonit u zhvilluan në kishën e Shëngjergjit, ku përveç besimtarëve morën pjesë dhe figura të politikës vendore. Vizitori i parë që mbërriti në ambientet e katedrales ishte deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi. Tu jemi për të uruar Krishtlindje të mbara, të gëzuara, fat dhe mbarësi për gjithë shqiptarët kudo që janë, po i veçantë urimi është për besimtarët të krishterë, për Krishtlindjet e tyre, qofshin të gëzuara, qofshin të lumtur, të mbarë dhe të begatë. Më pas vizitat u pasuan nga kryetari i Bashkisë së Fierit, Armando Subashi, i cili në fjalën e tij uroi besimtarët ortodoks për ditën e tyre të veçantë, si dhe të gjithë qytetarët për festat e fundvitit, duke përcjellë mesazhe paqeje dhe bashkimi. Urimi im shkon për gjithë besimtarët e krishterë, por jo vetëm në fakt, sepse tek ne është traditë që festat fetare se festojnë nga të gjithë, dhe kjo është një lere e paçmuar e popullit tonë, dhe urimi im do të ishte gëzuar Krishtlindjen, gëzuar për gjithë, qoftë një vit i mbar. Ne që jemi dhe në prag të festave të fundvitit, dhe aty uroj të gjithë edhe gëzuar vitin e ri 2026, paqim, sukses, mbarësi, jetë, shëndet gjithë në familjet e tyre. Besimtarët ortodoks përbëjnë një nga komunitetet më të mëdha fetare në qytet, ndërsa bashkëtesa me komunitetet e tjera fetare vijon të jetë shembullore. Këtë frym harmonie dhe tolerance fetare e vlerësoi dhe miftiu i Fierit Michele Hazizolli, i cili pas vizitës në kishë theksoi rëndësinë e respektit të bashkëtesës ndërfetare në qytet. I urojmë gjithë besimtarëve të festë ortodokse, gëzuar Krishtlindjet, urojmë festën e tyre, dhe mbarësi paqin gjithë shqiptarët kur dhe herë. Shqiptaria është e jona, gjithë secili ka fenë e vet, dhe të gëzojnë ata që e festojnë këtë fe, mbarësi për gjithë shqiptarët. Sa e rëndësishme është toleranca fetare mes komuniteteve? Padyshim ajo është jetike për gjitha fetë, sepse ne jetojmë, jemi njerëz të ndryshëm, fetë të ndryshme, padyshim toleranca është ajo që i lidh gjërat tona të përbashkëta njerëzore. Që dashuria për njëri tjetrin, dashuria për njerëzorën, respektojmë njëri tjetrin për çdo fe që i beson, gjithë secili ka fenë e vet, ajo është e shenjtë për atë. Ndërkohë mesha e rastit u mbajt nga metropoliti i Fierit dhe Apollonis, hirësia e tij Imzot Nikolla, i cili përcolli mesazhe paqeje dhe dashurie.